E ke humbë kur ke qenë krejt i vogël, a? Po, fatkeqësisht në moshën 7 vjeçare kam qenë kur vllai im ka humbë jetën. Ndoshta është momenti më i vështirë i jetës. Bujare ka pas emrin. Në atë kohë është dashur të punojmë. Dhe të punu me traktor është rrokullis traktorin. Një rast tragjik që e kam pikë në zemër gjithmonë. Vjen shumë keqe që ke qenë veç 7 vjeç, kur ka ndodhur kjo, ka qenë dikush me të, kush ju ka informu, si e keni marrë lajmin? Po, realisht ka qenë mingja dhe djali i mingjës. Fatkeqësisht vllai i madh ka qenë ushtar në atë kohë. Unë kam qenë te Nara, të Iru Baktin. Dhe mbrëmje kur kemi ardhur, thjesht e kum pas atë ndjen veç që tregojshin bujari është rrotulluar me traktor. Edhe kjo fjalë në tingëllaj kem kry, po për momentin nuk e disha ngjarjen çka po ndodh. Derisa e pash në sytë mi. Po aja mërzia kryesore ka fillu në moshën dikun 13-14 vjeçare. Talisht e kuptueshme, nëse e ke me siklet, nuk e flasim. Jo, tamam puna. Vazhdojmë tutje. Ato në moshën 14 vjeçare, dikun ka klasa 7-8, ne kemi shkollën, do thotë 2 fshatra mësojmë në shkollë dhe do të me kalu kavorë, vërrezat për me shku në shkollë. Dhe atëherë fillova me ndjejat mungesën e madhe të tij, dhe çdo ditë të ndalësha te vorri. Derisa këtu gjendja erdhi lufta dhe tani, jo që harrum, po një farë mënyre ndodhen gjëra tjera që unë më nuk shkoj te vorri. Sepse besoj që e kuptova që ai më nuk është. Po këtu i ka jeta. U bë kohë gjatë që nuk e qenë te varrezat? Jo, shkoj, tamam, tani kam edhe babën e ndjerë, por jo në atë gjendje që isha atëherë. Dhe thot, atëherë shkojsha në mëngjes dhe kur shkojsha në shkollë, unë alësha tek varrezat, prap ka u kthesha unë alësha tek vorri. Aja ka qenë ashta periudhë, muj me thonja 2 vjeçare. Gjithë. Ju shumë i vogël, 7 vjeç, me siguri që prindrit e kanë përjetu shumë rënd. Po, sidomos nona. A ke pamje të mërzisë të tyre, kujtime të asaj periude për ta? Kam pamje për kujtimi kryesor që është vllau kur ka ardhur prej ushtrije. Ai ka ardhur duket 2 ditë, 3 ditë me vonesë, mas se që e kemi vorosë. Ato e kom ndije ato që se më kapi për qafe, ngrëk edhe më tha, pe di që ka ndodhur. Tani ato e dita. Po flasim për vëllezërit, në traditën e familjeve shqiptare, vllau i madh i shtëpisë e ka pas për herë një barë më të madhe në raport me të tjerët. Po, fakt. Në këtë rast, në familjen e juaj, kur i madhi mori vendimin me ikë për gurbet, ti ke përjetu shumë rënd. Po, fakt, mas vdekjes së atij vllaut, ai ishte vllau i dytë. Dhe edhe pse vllau i tretë ishte, po unë isha një farë mënyre pak ma i ri, dikun në moshën 11 vjeçare kur ka shkollave në Itali. Dhe ka qenë përjetimi jam i dytë, një farë mënyre kriza jam e dytë, edhe imbjes për arsye se mu dëk që edhe kjo shkaj. Edhe është, kemi përjetu shumë gjona na, gurbeti ka qenë shumë i vështirë. Tani për tani nuk është aq i vështirë sa ka qenë atë kohë. Se në atë kohë thjesht i ke thonë rruga mbarë dhe nuk e ditë as ku po shkon dhe kur do të vjen. Qasje telefonike s'kemi pas, me telegrama, me letra, si thëmë, dash kemi shku letrën sot, mi mëri mas një jave, kur ta ka këthy mas një muaj, e kështu më radhë. Mes humbjeve të
përjetshme të njerëzve edhe atyre të përkohshme, pra këtu nga largësia, shtete tjera, je shumë e fatë që nanën e ke akoma. Po. Të gjallë e të Nanën e fort kam më gjallë. duket me shëndeta. Po, i ka- Sa vjeç është buajo sot? 82 vite i ka. 82. Po. Ju shtofshin në boft 180 vjeqe. Faleminderit shumë. A të trajton akoma si të voglin e saj, se thonë që për nanat fëmiu kush e disa vite më bua mbetet gjithmonë i vogël. Po, realisht me trajton, kemi një lidhje emocionale shumë të fort me nanën. Tash, është pa lidhje me thonë prej fëmijëve të tjerë, vëllezër dhe motrave që, po, jo që më ka dallu kështu në aspektin, po, thjesht një lidhje e kum pas shumë atë ngushtë me nanën edhe ndoshta është pika e më e dobët. A ka ndaj këshill ose ndaj fjalë që ta thot gjithmonë? Gjithë. Këshillat e nanës nuk largohen kurrë. Është interesant unë e përdori tash edhe tek nxënësat e mi, kur ju dha këshilla, është vetmja nana që edhe nëse kam xhiru deri në ora 2 të mëngjesit ose 3 të mëngjesit, kur kam shkuar në shtëpi nana më ka pritur zgjudh gjithmonë. Edhe buka ka qenë një mënyrë gati, me hangër bukë tani mira. Edhe i thesha, pse nanës po flen dhe ke po nuk merr gjumi. E ka pas merakun tënë, si gjitha nanat për fëmijët e vetë, mëse e kuptueshme. Më përmende më herët edhe periudhën e të qenurit pjesë e ushtrisë lindore të Kosovës. Du të ndalem e kjo pak. Sa vjeç ke qenë ti? Kur jam kyç në ushtrisë lindore të Kosovës, kam qenë 17 vite. Mbas 2 muajve i kam bën 18. Do të thotë unë jam me 15 gusht të vitit 1980 i lindun. Unë kam hyrë diku në gjershor. Jemi kyç në ushtarë. Dhe është koha më e lavdishme në jetën time. Edhe po të jetoj 100 vjet, 150, besoj që ka me pas kohë më të lavdishme se kjo. Si e more vendimin? Vendimi para se me... Apo është diçka e brendshme që të thret edhe nuk mundesh me... Është edhe ajo në brendshme, po është edhe pak përjetimet që kemi përjetu me forcat serbe në vendin e quajtur Kryqi i Komoranit, patën vendos pas blok dhe ne shkëshim shkollë mesme, nuk ish shans çdo ditë që kaleshim ka ata pa na nal, ose maltretojshin, ka një herë dhe na rreshin. Pra, çdo ditë kemi pas maltretime. Dhe në një farë mënyre, si një iri që nuk i duran maltretimet, edhe unë thash vetë me veti, po të më jepet mundësia, do ta kapi armën. Edhe ashtu puna. Dhe ashtu ndodhi. Familjarët, a kishe kohën, a ishe në atë limitin e kohës me u përshëndet me dikë, me kë folje së fundmi para se të largoheshe prej shtëpisë? Në kontakt kemi qenë me babën edhe me Migjen, se Migja ka qenë pak në rrjedha të ushtrisë, dhe djali Migjes është ai që ka shkuj pari në Shqipëri për të marrë armë, është Gazmendi, përshëndes Gazmend. Kemi qenë ushtar bashkë, ai ka është kyç më herët se unë, unë pak më vonë. Po na nuk kemi shku fort larg, do të ushtari me inkuadruar në fshat tonë ato. Një herë unë kam qenë të ushtrime në fshatin Orllat të tjerët. Një muaj e gjysmë, pastaj Je kthy në... Jem kthy këtu, po thjesht të ne ka qenë interesant, nuk ka qenë, për pas nana që nana si nanë. E ka përjetu Marand, sepse kish pas thënë që një jam ka shku e po të të mos më shkon edhe kjo. Se baba ka qenë më i fortë kështu. Emocionalisht ka qenë më i fortë. Pra, nga një iri që i ka refuzu maltretimet e pa drejta kundrejt civilve, kundrejt qytetarve, në momentin kur e veshe uniformën edhe kape armën në dorë, çka përjetove? Është ndjenjë që, s'po di, nështë atë trimnin më të madhe që për të njëri në atë moment të këmë përjetu. Moment që këmë ka pushkën, sidomos, kur ka krisë pushka e më për herë të parë. Ka qenë emocioni nështë, s'po di, me një vetën atë fuqinë më të madhe që mund me një njeri që atë moment të këmi. Të plot djemve e vajzave që kapën armët, ne gëzojmë sot Kosovën e lirë. Dhe ata që patën fatin ta shijojnë çlirimin, besoj e përjetuan emocionin shumë të madh. Si ishte për ty? Tash do me tregu një sekret, nuk është sekret kështu në atë aspektin, po
fillova mu frigu nja 2-3 javë pa kry lufta. Edhe e vreshin ata dëshuk, dhe komandanta. Thanë, pse po frigohesh? Tash po frigohna për një gjanë. Thanë, tash po tuta mos po vrahna, tash e shpuni luftës, se dim. E nuk po shijaj lirin. Sepse nuk mu isha me imaginu, si njëri, që do këtë liria. Unë 3 herë kam qenë para luftës në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë, 3 herë ku më hangër ka një pendrek për i policive dhe më kur s'kam ardhë. Dhe aja ndjenja që do këtë liria, që është me ardhë në Prishtinë dhe me smi pa forca serbe, me shku në Drenas, me smi pa forca serbe, tjera, nuk me truni se imaginojke. Dhe fillajt një farë frike, mos po vrahna, e speshia e lirin. Kjo ka qenë friga. Në atë ko, është duk diçka surreale, kjo ka qenë Shumë surreale. ideali që për dika është duk një ide e qmendur se s'mundet me ndodh asnjë herë. Në momentin, po fatmirësisht e përjetove, ani pse ka pas plot që kanë ra shumë në fund të luftës edhe për pak ditë o javë nuk e kanë shiju momente. Kjo është sinqerisht shumë e dhimbshme. Pa qka se çdo humbje është edhe mshme. A kishe ndonjë pas qlirimit në periudhën e Kosovës pas luftës, tentimit për zhvillim, të rindërtimit të shtëpive të rënuara, a kishe ndonjë traum që të përcjallte për një periudhë? Fatbartësisht për mu ka qenë, se kom pas përfundu ande shkollën e mesme, kom vazhdu dhe 2 muaj me zgabu fshën shkollët mesme. Më qenë vit 4, shkollës mesme. Dhe ajo, inkuadrimi për herë në shkollë, me shoqe, tani pastaj për një herë dhe regjistrimin fakultet, më kanë ndihmu shumë psikikisht. Kemi pas nevojë për trajtime, nashta shumë, po fatbarësisht që i ri. Mendoj që mosha e re dhe fillova me shiju jetën, me u kyç një jetë tamam në liri edhe nuk kemi pas nevojë. Cili ishte ky fakulteti i parë që nise? Fakulteti i parë që unë realisht e kom dashur aktrimin që nga femiria, po në vitin e parë s'mujta të regjistrona, po të regjistru në ndërtimtari. Familja kishte qef ndërtimtari, mjeksi, po se dajsha të farë. Kalova në gjysmëvjetar edhe ndërprejta. Tani në vitin e dytë jam pranuar në aktrim, ku vazhdo aktrimin. A ti spjegaj gjitha? Po. Fakultetin e parë kam aktrimin. Fakultetin e parë kam aktrimin tek profesori Enver Akademia Arteve, Enver Petrovci, Ndjeri. Pastaj kum vazhdu muzikologji, po se kum përfundu, kum vazhdu edukim muzikor në Universitetin Haxhi Zeki Kanpej, bachelor. Kum vazhdu fakultetin e aktrimit 4 vjeçar në Universitetin e Shtetëror të Tetovës, për arsye se ne kemi pas 3 vjeçar këta, dhe u dash këta bëjmë 4 vjeçar, mu banin 3 diploma. Vazhdova masterin e edukim muzikor këtu në UP, në Universitet Prishtinës, 2 vjeçar edhe ato, dhe vazhdoj masterin e UP të aktrimit në film dhe TV. Pra gjithë këto eksperienca njëra pas tjetrës, po ke qëndru kryesisht tek arti, nuk është se ke dalë në... Po, edhe mas luftës, do të në sedia kum ne 2 java, jo ma shumë, në kazermat ushtarake, sepse u kyqa në shkollim edhe i dërzova me pushk, me uniformet gjitha dhe vazhdova jetën në studime. Në studime e prej atyre, sidomos aty ku të flenë zemra dhe ku publiku të një prej vitesh në aktrimin. Cili ka qenë viti më i mirë për ty i studimeve, apo koha më i mirë që ke përjetu? Edhe si student, po edhe në aspektin profesional, ku e konsideron që ka qenë ngritja më e madhe jotja profesionale? Studimet e para, fakulteti parë ka qenë përjetimi më i mirë, edhe pse kushtet kanë qenë shumë të vështira, po me gjitha ta, më kujtojt një fjale profesorit e Enver, që theke, a ka si ki ma mirë se mi tha kolegut, gjami 50 cent ta bli një byrek. Më të isha, që mirë, kur s'ki pare, po me gjitha ta është ndjenja ma e mirë e përjetimit gjatë studime. Këtu i kom përjetu në fakultetin e parë, sepse në fakultetet tjera një farë mirë edhe kom punu edhe kom studiu. Po shimet e një fakultet, një studenti, kanë qenë në fakultetin e parë.
realisht kyçja në... A ishe zhvendos në Prishtinë, udhëtoje, si ja bëje? Ja, udhëtoja. Në fillim, kemi banu unë, kur kam qenë në studimet e parë, kemi banu këtu, si çdo student, e në konviktin, banisa private e tjera. Tjera i kum shiju të gjitha, që e shijen studenti, menzën e gjitha ato, se është interesant, mendoj që nuk shijen studimet nëse se shijen menzën edhe konviktet. E vërtet. Bile kom pas një shok të Prishtinës, kish dëshirë me ardhë me nejtë ato në banesë me neve, se dhe s'po më do këtë veçja që jam student. Se aji është... Po pra, se nuk e din atë ndjenë me që jetojnë këto. A ti kujtojnë së të nxanë si tu disa prej roleve tua më ikonike? Po, shumë. Prej rolit parë studenti që kom pas në prallë me të pane, deri me rolin e fundit. Ti me të vërtet student, gjithë jetën. Gjithmonë. Edhe në jetën reale, gjithmonë student. Mi kujtojnë shumë, edhe në nxënësit, edhe në rrugë, edhe njerëz përgjithësi shumë. Cilin e keti rolin, apo personazhin ma të pëlqym? A është studenti? Po, është studenti për arsye se është personazhi parë, po me gjatë personazhet banë pjesë e jetës sa që nuk mund dashën, adin nuk mund i dallën, me thonë, këmë pëlqen ma shumë, kësë më ka pëlqen. Se të banë pjesë e karakterit tëndë dhe një farmyri për jetën edhe ata. Sidomos kur kanë ka shumë jetë gjatësi, një mend fillon me jetu si aj karakter. E në cilin fazë të këtyre roleve ke njohë bashkëshortën? Bashkëshortën e kam njoft në fazën kur kemi qenë në Odeon, në tek Naima Bazi, ka qenë viti 2012. Dhe për koincidencë du me cek një sen, e di që nështë ta marigona bashkëshortja kuqet pak, po është të kemi një datë interesante që se ka shumë kosh. Ditën që kemi fillu dashurin ka qenë data 12, muj 12, viti 2012. Ua, sa e veçantë. 12 viti. Dhe këtë datë ka zgjedh bashkëshortja sepse për një me ka dashnit të madhe për mu edhe unë për ty. Ajo nuk është nga bota e aktrimit? Jo, ka mbaru fakultetin e edukimit parafillor dhe të është edukatore. A ke qenë, si në prezentimin me të edhe në daljet me të, ti një djallë aktor me famë që njerëzit e njihnin edhe e pëlqenin edhe për rolet edhe sigurisht kanë shfaq shumë interes për ty. Ishe zrodhe me qenë aj romantiku apo aj me treshura me i kalu takimet? Interesant, zrodha me qenë romantik. Apo? Dhe po me këtë datë, që dolim takim me ta, jemi taku dhe 2-3 herë ma heret, por abdin shkembeshëm, po që më hanë, ishin ato ditzat e para të dashuris, po jo që një farmënyre endës me kishë